Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata speciale në Hag shtyi shpallin në akt gjykimit për ishkrerjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e dhomave të specializuara në Hag thuhet se trupi gjykues në çështjen kryesore kundër Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit lëshoi një urdhër me të cilin shtyu afatin për shqiptim në akt gjykimit me 60 ditë deri më 20 korrik 2026. Trupi gjykues konstatoi se rrethanat të çështjes gjyqësore kërkojnë kohë shtesë duke u referuar sasisë së provave dhe kompleksitetit të procesit. Gjithsesi, trupi gjykues nënvizoi se në qoftë se një shtyrje e mëtejshme afati do të jetë absolutisht e domosdoshme, trupi gjykues do të lëshojë një urdhër për këtë qëllim në kohën e duhur, thuhet në njoftimin e gjykatës speciale në Hag. Në pritjet e verdiktit të gjykatës së Hagës, ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është i bindur në pafajësi. Ai shprehur besim plot se do të kthehet i lirë në Kosovë. Nxjerrja e gjykimit është në duart e gjykatësve, por unë kam besim që pas dëgjimit të dëshmitarëve të prokurorisë në veçantë të atyre të mbrojtjes të profilit dhe kredibilitetit më të lartë ndërkombëtar, ata do të nxjerrin vendim të drejtë dhe meritor, tha Hashim Thaçi në intervistën e tij për Opinion. Për faktet dhe provat e paqëna ai fajson Serbinë dhe Rusinë. Thaçi është shprehur i bindur se paheqjen e plotë të sanksioneve nga SBA dhe Bashkimi Evropian për Kosovën nuk mund të ecet përpara në planet e brendshme e as në ato të jashtme. Kritika ka dhe për marrëveshjen e Ohrit, duke vlerësuar se defunksionalizon shtetin e Kosovës. Kryeministri i detyrë i Kosovës është treguar kritik për vendimin e gjykimit të dhomave të specializuara të Hagës ndaj shkrerëve të UÇK-s. Sipas kryeministrit Albin Kurti, sot Kosova ka nevojë për gjykata normale dhe jo gjykata speciale. Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale. Mirë po, amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike dhe që të gjitha këto tash janë pasoja. Ai tha se beson në pavajsinë e shkrerëve të UÇK-s dhe të luftës për liri. Ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajsinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në burg padrejtësisht në Hag. Partia Demokratike e Kosovës shpreh shqetësimin e saj lidhur me shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit në procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njoftimin e partisë më të madhe opozitare në Kosovë, thuhet se kjo vonesë pa justifikueshme është një dëshmi e radhës e këtij procesi të stërzgjatur i cili ka humbur kuptimin e drejtësisë dhe është ndruar në një proces të ndikuar nga kalkulimet politike. Partia Demokratike e Kosovës i bë thirrje bashkisë ndërkombëtare dhe institucioneve të drejtësisë që të reflektojnë dhe të mos lejojnë që ky proces të shndrohet në një shembull të dështimit të drejtësisë ndërkombëtare. Politik. Departamenti Amerikan i Shtetit paralajmëron Prishtinën zyrtare se bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin në institucionet e Kosovës. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se po i ndjekim nga afër zhvillimet. Do të donim të shihnim të gjitha grupet politike të bashkëpunojnë për interesat më të mira të popullit të Kosovës, tha një zëdhënës. Kosova do të mbajë zgjedhjet e parakohshme parlamentare më 7 qershor. Ato u shpallën pasi kuvendi u shpërnda automatikisht për shkak të dështimit për të zgjedhur presidentin e ri brenda afatit kushtetues. Kosova fillon përgatitjet për zgjedhjet e ardhshme vendore. Këtë mërkur filloi procesi i regjistrimit të votuesve jashtë vendit. Gjithçka pritet të përfundojë më 17 maj. Për 12 ditë të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë vendit do të mund të aplikojnë online për të regjistruar dhe për të votuar me postë ose në përfaqësi diplomatike. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha se është në vullnetin e votuesve që të përzgjedhin mënyrën e votimit, qoftë në përfaqësi diplomatike apo përmes postës. Në momentin e regjistrimit, votuesit mund të përcaktohen individualisht për një nga 3 mënyrat e votimit, pra për të votuar fizikisht në njërin nga përfaqësitë diplomatike të Kosovës, për të dërguar fletvotime përmes postës në njërin nga kutitë postare të hapura nga KQZ jashtë Kosovës, apo për të dërguar fletvotime në kutinë postare të KQZ-s në Kosovë. Zgjedhësit që do të regjistrojnë për të votuar në përfaqësi diplomatike do të mund të votojnë me 6 qershor, ndërkaq ata përmes postës do të mund të votojnë nga 25 maj deri më 6 qershor. KQZ ka vendosur numrin minimal prej 50 votuesish të regjistruar si kriter për organizimin e votimit në një përfaqësi të caktuar diplomatike, dhe nëse numri i votuesve të regjistruar për votim në një përfaqësi diplomatike është 950, votimi fizik në atë përfaqësi diplomatike nuk organizohet dhe votuesit e regjistruar do të kalojnë automatikisht në statusin e votuesve përmes postës dhe për këtë do të njoftohen nga KQZ. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, premton se për emërimin e antarit të fundit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve do të veprojnë në përputhje me përgjegjësitë.
E rëndësishme ka qenë për mua që të kuptoj nëse do të bllokohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në rast se nuk e ka një antar. Ka marrë informacione që asgjë nuk rrezikohet nga kjo situatë, prandaj do të veproj në përputhje me përgjegjësitë, atëre kur e konsideroj që duhet të veproj, deklaroi Albulena Axhiu. Ushtruesi i detyrës së presidentes pranoi se në presidencë janë dy kërkesa për këtë vakancë, njëra nga lëvizja vetëvendosje dhe tjetra nga Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës u ka bërë thirrje bashkëdhetarëve që të regjistrohen për të votuar në zgjedhjet e 7 qershorit. Përmes një apeli në rrjetet sociale, Albulena Axhiu kërkon bashkëdhetarëve që kanë qenë zëri i Kosovës kudo në botë të vazhdojnë me kontributin e tyre për të bërë pjesë e vendimarrjes. Keni punuar dhe keni sakrifikuar për ta ndihmuar atëun tonë. Keni qenë zëri i Kosovës kudo në botë. Vazhdoni kontributin për Republikën e Kosovës dhe bëhuni pjesë e vendimarrjes. Regjistrohuni me kohë, ndihmoni njëri tjetrin, flisni me familjarët, me miqt, me trinjt që kanë lindur jashtë, por që Kosovën e kanë në zemër. Apeloi Albulena Axhiu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkon votën e emigrantëve në zgjedhje. Përmes rrjeteve sociale ai ka ftuar mërgjimtarët të regjistrohen për të votuar në 7 qershor. Kjo periudhë zgjat prej 6 deri me 17 maj. Andaj të gjithë ata që nuk mund të vinë në Kosovë për të votuar fizikisht, duhet ta bëjnë regjistrimin sa më parë. Të dashur bashkëdhetar, ata që mendojnë se do ta lodhin popullin, do të lodhen vetë. E ne që jemi në rrugë drejt nuk do të ndalemi asnjëherë së punuari për të mirën e përbashkët dhe interesin publik. Përmes një video të publikuar në profilin e tij në rrjetet sociale, Albin Kurti deklaroi se po i pamundsohet të punojë dhe se kundërshtarët e tij në thelb nuk respektojnë rezultatin zgjedhor. Albin Kurti tha se provoi gjithçka për të mos pasur sëri zgjedhje. Këta në thelb nuk e respektojnë rezultatin zgjedhor. Realisht këta po thonë se qytetarët votojnë, por ne me matematikat tona do ta prishim vullnetin e tyre të shprehur. Dhe kështu e dërguan vendin sërish në zgjedhje me shpresën që rrëzojnë qeverinë tonë të mirë të drejtë. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të garoje vetëm në zgjedhjet e 7 qershorit. Ish-deputeti i Aleancës Besnik Tajeri në intervistë për Ekonomia Online deklaroi se ndonse ka pasur diskutime për koalicione, Aleanca e ka bërë të qartë pozicionin e saj, se do të garojë me një listë konkurruese. Nuk do të ketë asnjë koalicion, do të jemi si subjekt politik me një listë bukur konkurruese, me kuadro të aleancës mirë, po edhe tjerë, dhe në këtë garë shkojmë si aleancë, shkojmë vetë, pa koalicione. Aleanca është më e forta kur garon me logon e vetë, kur galon me kauzën e vetë, dhe mësimet e të kaluamës tregojnë që nuk kem kalu mirë me koalicione. Tajeri shmangu komentet për listat e kandidatëve, por deklaroi se kandidat për kryeministër do të jetë Ardian Gjini. Mendoj që kësaj radhe Aleanca do ta merr rezultatin më të mirë që e ka pas ndonjëherë në zgjedhjet qendrore. Diskutimet nuk kanë qenë formale, ka pas ide më herët, mirë po kemi qenë sakt, kemi qenë përcaktuar drejt që do të garojmë vetë. Fillimisht është kandidati për kryeministër, i cili është ndryshe, e një numër i madh, po e lëmë kur të publikohet lista e Aleancës. Mirë po do të ketë shumë risi. Aktualitet. Moment të rëndësishëm për sistemin e drejtësisë e komentoi ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës Albulena Axhiu hapjen e gjykatës administrative. Axhiu theksoi se e rëndësia e kësaj gjykate nuk qëndron vetëm në themelimin formal, por në ndikimin që do të ketë në jetën e përditshme të qytetarëve. Nga sot pra kjo gjykatë do të flasë përmes vendimeve të saj, përmes vendeve që i trajton pas varritje dhe përmes rasteve ku gabimi administratët rregullohet dhe ku qytetari e sheh se nuk është i pambrojtur. Pra ky është kuptimi i saj. Uroj që puna e saj të afrojë qytetarin me të drejtën dhe ta mbajë administratën më afër përgjegjësisë. Deklaroi presidentja në detyrë e Kosovës. Ushtruesi i detyrës së kryesuese së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Arjeta Sadiku, vlerëson se gjykata administrative përfaqëson një rësi të rëndësishme në sistemin gjyqësor të Kosovës. Ajo do të jetë specializuar për të shqyrtuar dhe vendosur çështjet në konflikte administrative dhe kontekstet nga marrëdhënia e punës në jurisdiksionin e saj, duke ofruar një mekanizëm të pavarur, profesional dhe efikas të kontrollit gjyqësor në vendimet e organeve administrative. Jo rastësisht sot jemi këtu bashkë me përfaqësuesit e organeve administrative dhe përfaqësues të tjerë relevant, të cilët janë pjesë përbërëse e drejtësisë administrative, dhe kjo me qëllim të përfshimit të mesazhit të qartë që të marrim përgjegjësinë e përbashkët për zbatim të drejtë të ligjit, për zbatim të vendimeve gjyqësore dhe shërbime cilësore për qytetarët.
Ministri i Detyrë i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Zveçla ka theksuar përkushtimin e Republikës për integrimin euroatlantik të vendit, duke cilësuar këtë rrugë si thelbësore për të ardhmen e tij. Zveçla përmes profilit në rrjetet sociale shkruan se Kosova mbetet e vendosur dhe angazhuar drejt antarësimit në BE dhe NATO si një domosdoshmëri strategjike. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, kryeministri i Detyrë i Kosovës Albin Kurti inauguroi fillimin e punimeve për rihabilitimin e rrugës rajonale Kijev-Malishev. Projekti përfshin 11 kilometra rrugë me një vlerë prej 2.3 milion euro. I pranishëm në ceremoni, ministri i infrastrukturës Dimal Basha tha se bëhet fjalë për rihabilitimin e plot të rrugës. Ne kemi bë hartimin e komplet projektit dhe tani po rehabilitohet e tërë rruga prej 11 kilometrave. Segmenti i por prej 8 kilometrave është kontrota e por, pastaj do jemi në procedura edhe për segmentin e dytë për 3 kilometrë tjetër. Punimet pritet të përfundojnë brenda 225 ditëve dhe projekti synon rritjen e sigurisë në trafik, uljen e kostove të transportit dhe përmirësimin e infrastrukturës për banorët e zonës. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.